Një nga detyrat më të vështira, por edhe më serioze që kemi përpara është të ndërtojmë një shtetë që kujdeset për njerëzit e tij. Fokusi nuk duhet të jetë më fiton partia ime ose partia jote, por fiton populli ynë. Ky status në Facebook nga Arben Taravari ka ndezur debat me pikpyetjen se çfarë po paralajmëron kreu i Aleancës për shqiptarët në kuadër të Vlenit. Për më tepër, këtë status Taravari e publikoi mbrëm, pasi gjatë ditës u pyet se a është takuar me kreun integrist Ali Ahmeti, për çka u përgjigj se takim nuk ka pasur, por ka kanale komunikimi. I pyetur se çfarë ka dashur të thotë Taravari me këtë status, sot ai u përgjigj. Është një periudhë e vështirë të cilën e kalon shteti. 4 tragedi të njëpasnjshme që ndodhen në Maqedoni këto 5 vitet e fundit. Prej Llaskarcës, Besa Transit, mandej Spitali Modular, tash edhe Koçani. Unë mendoj se sidomos organet e hetuesisë dhe gjyqësisë aty ku vendosen duhet të depolitizohen, mos i shohim këto raste, nuk shifen më partit. As pak nuk janë të rëndësishme, i rëndësishëm është qytetari të jetë i qetë dhe i sigurt aty ku lëvizën dhe aty ku jeton. Nga ana tjetër, kryeministri Hristijan Mickoski thotë se koalicioni i qeverisës funksionon shkëlqyeshëm. Јас немам такви информации дека ќе ја напушта владината коалиција господин Таравари и коалицијата Влен. Напротив, мислам дека владината коалиција функционира одлично. А што се однесува до локалните избори и како ќе се позиционира коалицијата Вреди или Влен, тогаш тоа прашање мислам дека најсоодветно е да го адресирате кон нив и они да ви дадат одговор. Taravari konfirmon se mbrëm ka pasur një takim mes liderëve të koalicionit Vlen, por tha se nuk kanë sjellë një vendim se si do të dilni në zgjedhjet lokale.